Për rreth 3 orë, kryeministri Edi Rama qëndroi përballë gazetarëve në konferencën e fundvitit duke bërë një bilanc të veprimtarisë së qeverisë gjatë vitit 2025. Kreu i qeverisë u ndal te ekonomia, investimet, politika fiskale, por edhe te akuzat e opozitës ndaj tij dhe institucioneve të drejtësisë. Rama theksoi se viti 2025 ishte ndër vitet më të mira për ekonominë e vendit me një rritje të parashikuar prej 3.9%, rritje të investimeve të huaja dhe shtim të bizneseve të reja. Ai njoftoi se paga minimale do të shkojë në 500 euro dhe se në vitin 2026 do të vijojë rritja e pagave dhe pensioneve për te indeksimit. Në lidhje me SPAK-un, kryeministri u shpreh se ky institucion ka pasur dhe do të vazhdojë të ketë mbështetjen e qeverisë, duke theksuar se nuk duhet parë si opozitë. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisë, i mbështetur nga kjo forcë qeverisë, i garantuar nga kjo forcë qeverisë në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Dhe është një institucion i cili bën punën e vet, si të gjitha institucionet e tjera. Kështu që nuk është opozitë e qeverisë. Por depresioni i thellë në cilin ndodhet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Kryeministri u përgjigj edhe pyetjeve për çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e cilësuar vendimin për pezullimin e saj si skandaloz dhe të paprecedent. Ai tha se raste të tilla nuk gjenden në asnjë vend tjetër dhe se procesi është keq trajtuar. Këshilli i mandateve është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vinë. I merr, i shef. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën, çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, arkivi i ministrisë futur brenda. Megjithatë, ai pranoi se mbeten problematika, veçanërisht në sistemin e paraburgimit, për të cilën paralajmëroi ndërhyrje ligjore në drejtësi. Unë nuk mund të jem kryeministri i një vendi ku ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar dhe të rri pa folur. Për paraburgimin njëherë sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje. Si, shifini ato që thotë Këshilli i Evropës. Rama foli dhe për Erion Veliajn, ku tha se kryebashkiaku i Tiranës mbahet në paraburgim pa gjyq. Por natyrisht ne duhet bëjmë pjesën tonë. Ne do bëjmë pjesën tonë, ata do bëjmë pjesën e tyre, tenxherët do bëjmë pjesën e vet, edhe të gjithë do përgjigjen për secilën pjesë. Që t'i jepnim Tiranën si kryetar bashkie. Nuk funksionoi sepse gjykata kushtetuese tha, kryetari i bashkisë ka Tirana, në rregull, e ka Tirana, po ku e ka? Ta nxjerrin pra ta çojnë atje. Vazhdoi detyrën, pastaj nëse gjendet i fajshëm, shkoi të bëj dënimin. Gjatë fjalës së tij, Rama deklaroi se mbrojtja tashmë ka hyrë në një fazë të re, duke cilësuar vitin 2025 si vitin e rilindjes së forcës ushtarake dhe të hedhjes së themeleve për industrinë shqiptare të mbrojtjes. Ky vit që hyn na gjen me një sistem raketor Javelin që e kemi tani më këtu në Shqipëri, fal bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, na gjen me 3 anije patrulluese që i kemi dhurat nga Simot Rajon Italia, na gjen me radar të vëshkimit ajror fal bashkëpunimit me Francën. Ambicia kryesore është Shqipëria një vend prodhues kapacitete ushtarake që të jo vetëm t'i përdor këto kapacitete për nevojat e veta, por dhe të eksportoj kapacitete industriale ushtarake. I pyetur për protestat e opozitës dhe kërkesat për dorëheqjen e tij, Rama hodhi poshtë kategorikisht, duke theksuar se opozita e ka mbyllur vitin me protesta, ndërsa qeveria me punë dhe rezultate konkrete.